shumë një numër dhe kemi në programin tonë dhe duhet kënë edhe bashkëpunëtor profesional, duhet kënë paga dinjetoze, sepse ne e dim që punën kryesisht e kryen edhe gati sa një prokuror kryen një bashkëpunëtor, ose sa një gjyqtar. Dhe dallimi është shumë i madh në pagë, unë mendoj që duhet kënë pagë dinjetoze dhe këta dhe gjithë stafi mbështetës në gjykata në prokurori, këtë rast për referentave, zyrtarëve ligjor, bashkëpunëtorëve dhe të prokurorët dhe kryeprokurorët dhe të gjyqtarët njëjtë do të të ekuivalencë ato e në dy këshillet që janë ndara. Njëjtën kohë nuk mund të flasësh ti për reformat thella kur 6 vite ke pengu me pas, ose 6 vite, dikot që 3 vite Kosova nuk ka kryeprokuror. Qësh mund është me luftu korrupsionin pa kryeprokuror? Do ta trajtojmë pastaj. Ndoshta unë ende nuk hym temë të zbërthejmë. Gjithat mund të flasim veç për secilën temë. Do t'i kemi për secilën temë. Po du me fillu me luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për ta dhënë edhe si lajm, është një komunikat e policisë për arrestim për një aksion antikorrupsion mes policisë dhe AKI-s, ku janë arrestu disa zyrtarë të lartë publik, përfshirë edhe kryetarin e degës së gjykatës në Graçanis, disa zyrtarë të tjerë, sipas komunikatës së ministrit në natyrë të punëve të brendshme Xhelal Sveçla, bëhet fjalë po ashtu edhe për një ish-ministër me inicialet FI dhe disa ekspertë të gjykatës, zyrtarë nga avokatura e të tjerë. Po e marrë si shka për tani start diskutimin në nivele ma specifike dushi, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, vlerësimet dhe premtimet e lidhjes demokratike. Tash që thënë vërtetën, ne dim që edhe në të kaluarën ka pas arrestime të këti niveli, madje edhe përtej këti niveli, arrestime edhe të tjera të nivelit edhe më të lartë, por ajo që është e rëndësishme është që Lidhja Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka synu të interferoj, as ma tepër të kundërshtoj publikisht këto arrestime, apo edhe të sulmoj prokuror apo kryeprokuror për shkak të veprimtarisë së tyre në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ajo që e thash në pjesën e parë, do të që gjyqësori në fakt sistemi i drejtësisë do duhej të funksionoj si i pavarur, por në anën tjetër edhe i panshëm e profesional, për Lidhjen Demokratike të Kosovës qëndron në thelb të kësaj lufte kundër korrupsionit. Prandaj është të rëndësishme ajo që e përmenda edhe ma parë që nuk guzojmë të kemi standarde të dyfishta, që thjesht të vlerësojmë sistemin ose të lavdrojmë sistemin sa herë ai prek njerëz të subjekteve rivale politike në pushtet, apo e kundërta ta sulmojmë të njëjtin kur ai merret me pjesëtar të subjekteve tona politike. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron që duhet të ndihmohet dhe të mbështetet, veçanërisht prokuroria speciale, veçanërisht sektori i hetimeve në polici, sepse nëse e shohim sundimin e ligjit është një sektor ku përfshirë